Departamenti i Korrupsionit në Partinë Demokratike denoncoi abuzimet në sistemin e mirëmbajtjes së informacionit në shëndetësi. Për QSUT janë lidhur 4 kontrata mirëmbajtje me vlerë totale 4.3 milion euro. Edhe pse objekti është i njëjtë, vlera e kontratave është rritur nga 800.000 në 1.6 milion euro për vitin 2025. Për Spitalin Universitar të Traumës janë lidhur 4 kontrata me vlerë totale 1.8 milion euro. Vlera pothuajse është trefishuar nga 300.000 në 888.000 euro për vitin 2025. Për Spitalin Shefqet Ndroqi janë lidhur 3 kontrata me vlerë 517.000 euro. Në total, 11 kontrata janë dhënë pa garë dhe pa transparencë me të njëjtin operator ekonomik, duke krijuar një monopol në mirëmbajtjen e sistemit informacionit shëndetësor dhe duke ngritur dyshime serioze për abuzim me fondet publike. Partia Demokratike i kërkon SPAK të nisë menjëherë hetimet për këto kontrata dhe t'ia përgjigje për pyetjet thelbësore që prekin interesin publik. 1. A ka respektuar akshin e 47 ligjit për prokurimin publik sipas të cilit kontratat me negocim pa shpallje paraprake lejohen vetëm në situata specifike që nuk shkaktohen në asnjë rast nga veta autoriteti kontraktor? 2. Pse janë rritur fondet limite dhe vlerat e kontratave nga një vit në tjetër, ndërkohë që objekti i shërbimit mbetet i njëjtë? 3. Pse për 11 kontrata është përzgjedhur vetëm një operator ekonomik duke eliminuar konkurrencën? Dhe 4. A është reale kostoja e këtij shërbimi që në kontratat të fundit, paktën për QSUT, shkon në 81.000 euro në muaj për shërbim mirëmbajtje sistemi? Parat e qytetarëve shqiptar duhet të shkojnë për pacientët, për përmirësimin e shëndetit tyre, për furnizimin me medikamente dhe jo për kontrata të dyshimta që mbushin xhepat e klientëve të lidhur me qeverinë. Zëdhënësja e Departamentit të Antikorrupsionit në Partinë Demokratike, Genta Vangeli, akuzoi kryeministrin Rama se me bekimin e tij, Akshi ka shpenzuar 7 milion euro duke përdorur procedura të mbyllura dhe pa transparencë.